Qendra spitalore universitare Nën Tereza ka ndryshuar drejtuesen Albana Fico, e cila e mbante këtë post nga dhjetori i vitit 2021. Ajo nuk do të jetë më drejtuesja i këtij institucioni. Zëvendësuesja e saj është emëruar Almacani, e cila aktualisht është nëndrejtoreshe përgjithshme teknike e Spitalit Shefqet Ndroqi dhe shefe e shërbimit të anestezie animacionit në Spitalin Shefqet Ndroqi. Sipas informacioneve, dyshohet se Fico ka dhënë ndërheqjen vetëm disa javë pas zjarrit të rënë në urgjencën e re, ku tashmë shumë shërbime mungojnë. Urgjenca në Spitalin e Sëmundjeve të Brendshme në QSUT është jashtë funksionit prej 11 shkurtit, kur në katin -1 të saj ka rënë një zjarr, shkaqet e të cilit janë ende të panjohura dhe po hetohen nga Prokuroria e Tiranës, ndërsa drejtoria nuk ka marrë masa pas ngjarjes për menaxhimin pavonesa të urgjencave. Ajo është emëruar në krye të QSUT-s pas largimit nga drejtimi e Enkele Idiotit. Në atë kohë ka qenë ish-ministre e Shëndetësisë, Orgerta Manastiliu, e cila ka njoftuar këtë lajm duke theksuar se Fico do ta çojë përpara projekte të mëdha të modernizimit të qendrës më të madhe spitalore në vend. Albana Fico është emëruar drejtoreshe e Qendrës Spitalore Universitare me 2 dhjetor të vitit 2021. Më parë se të emërohej në krye të QSUT-s, ajo ka mbajtur postin si drejtoreshe e Institutit të Shëndetit Publik.